Horoskopi javor për datat 23 shkurt deri më 1 mars 2026. Dashi. Kjo javë sjell një vllall të freskët kreativiteti ndërsa Venusi rreshtohet në mënyrë të favorshme me shenjën tuaj. Nga 23 shkurti mund të ndjeni një dëshirë për të shprehur veten në mënyra të reja dhe emocionuese. Qoftë përmes artit, shkrimit apo thjesht duke provuar një qasje të re në punë, përqafojini këto frymëzime. Mesjava, hëna në një trin harmonik me Marsin ushqen ambicjet tuaja, megjithatë sigurohuni që entuziazmi juaj të mos i mbingarkojë ata përreth jush. Merrni kohë për të dëgjuar dhe bashkëpunuar për rezultatet më të mira. Sa i përket marrëdhënieve, jeni të hapur për biseda më 27, pasi ndikimi i Mërkurit mund të sjellë qartësi dhe mirëkuptim. Financat mund të kërkojnë vëmendje, prandaj shmangni blerjet impulsive, në vend të kësaj zgjidhni planifikimin financiar. Deri në fundjavë mund të përballeni me një sfidë në balancimin e punës dhe jetës personale, që kërkon diskrecion dhe durim. Për fat të mirë, aspekti dashamirës i Jupiterit mbështet përpjekjet tuaja, duke premtuar rritje nëse trajtohet me mençuri. Përdoreni këtë kohë për të planifikuar në vend që të veproni, duke përgatitur skenën për mundësitë e ardhshme. Demi. Përgatituni për një javë transformuese, pasi ndryshimet kozmike inkurajojnë vetanalizën dhe rritjen personale. Më 23 shkurt, dielli në Peshë ju nxit të rilidheni me anën tuaj shpirtërore, duke ju nxitur të eksploroni meditimin ose shëtitjet në natyrë për të gjetur qetësinë e brendshme. Ndërsa Venusi, planeti juaj sundues, hyn në një shtrirje të dobishme, romanca merr vëmendjen qendrore. Beqarët mund të hasin perspektiva interesante, prandaj jeni të hapur ndaj lidhjeve të reja. Në marrëdhëniet e vendosura, rizgjoni shkëndijën me një gjest të menduar. Sa i përket karrierës, një mundësi e papritur mund të lindë në mes të javës, besoni intuitës suaj dhe mos u trembni nga paraqitja e ideve tuaja. Hëna në bashkëpunim me Uranin drejt fundjavës mund të sjellë njohuri të papritura në lidhje me një çështje të gjatë, përgatituni për një ndryshim perspektive. Financiarisht, qëndroni të kujdesshëm, shmangni investimet e rrezikshme dhe në vend të kësaj përqendrohuni në stabilizimin e burimeve tuaja aktuale. Ndërsa java përfundon, jepni përparësi kujdesit për veten dhe relaksimit, pasi mirëqenia juaj është thelbësore për të përballuar me sukses sfidat e ardhshme. Binjakët. Java e 23 shkurtit sjell mundësi për lidhje dhe komunikim, ndërsa Merkuri, planeti juaj sundues, kalon në për aspekte harmonike. Të hënën, prisni një fluks energjie perfekt për socializim ose fillimin e projekteve bashkëpunuese. Deri në mesjavë, përqendrohuni në balancimin e jetës suaj profesionale dhe personale, ndërsa Marsi nxit disa sfida në punë. Përdorni përshtatshmërinë tuaj natyrore për të negociuar dhe ndërmjetësuar në mënyrë efektive. Marrëdhëniet romantike mund të marrin një kthes të këndshme në ndikimin e Venusit më 25, prandaj planifikoni diçka të këndshme me partnerin tuaj. Beqarët mund të gjejnë takime premtuese që do t'ua gjallërojnë javën. Diskutimet financiare favorizohen drejt fundit të javës, veçanërisht rreth të shtunës, kur mund të dalë një përparim në mirëkuptim ose një ide fitimpruese. Sidoqoftë, sigurohuni që detajet të shqyrtohen plotësisht para se të angazhoheni. Së fundmi, tranziti i hënës më 29 frymëzon vetanalizën, merrni në konsiderat shkrimin e një ditari ose një mbrëmje të qetë për të menduar për qëllimet dhe ëndrat tuaja, duke përgatitur skenën për sukseset e ardhshme. Gaforia. Këtë javë ju ofron një shans për të rivendosur busullën tuaj emocionale, me diellin në Peshë që fton vetanalizën dhe eksplorimin e ëndrave. Nga 23 shkurti mund të ndjeni një tërheqje të fortë drejt kultivimit të marrëdhënieve të ngushta. Ndërsa Venusi përmirëson shtëpinë tuaj të komunikimit, angazhohuni në biseda zemër më zemër për të thelluar lidhjet. Objektivat e karrierës mund të marrin një kthes premtuese në mesjavë, falë aspekteve mbështetëse nga Jupiteri. Kapni mundësitë duke shfaqur përkushtimin dhe aftësitë tuaja unike. Sidoqoftë, keni kujdes për energjinë kundërshtare të Mërkurit, e cila mund të nxjisë keqkuptime. Ruani qartësinë në të gjitha komunikimet. Financiarisht, një qasje konservatore është e mençur, megjithse shpenzimet e vogla janë joshse. Gjatë fundjavës, trajtoni detyrimet familjare me kujdes, empatia juaj do të jetë thelbësore në zgjidhjen e çdo tensioni. Marsi në Trigon me Saturnin inkurajon përqendrimin në investime afatgjata, si personalisht ashtu edhe profesionalisht.
Ndërsa java përfundon, merrni kohë për t'u rimbushur përmes hobi krijuese ose meditimit, duke forcuar shpirtin tuaj për udhëtimin përpara. Luani. Prisni një javë të mbushur me mundësi dinamike, ndërsa kozmosi sjell një përzierje sfidash dhe triumfesh. Duke filluar nga 23 shkurti, dielli në Peshë ju shtyn të zgjeroni horizontet tuaja. Udhëtimet ose aktivitetet edukative janë të favorshme, duke rritur aftësitë dhe përvojën tuaj. Prisni një rritje të kreativitetit, veçanërisht në arte, ku sipërmarrjet e reja mund të lulëzojnë. Në mesjavë, Marsi i shton një shtys fushës suaj profesionale, është një kohë e shkëlqyer për prezantime dhe role udhëheqëse. Megjithatë, keni kujdes nga keqkuptimet e mundshme për shkak të aspektit të ndërlikuar të Mërkurit. Komunikimi i qartë është thelbësor për të shmangur grackat. Në dashuri, Venusi ndikon në dëshirën tuaj për lidhje më të thella, duke inkurajuar biseda freskuese me partnerët ose duke takuar dikë të veçantë. Ndërsa fundjava afrohet, përqendrimi në kujdesin ndaj vetes është i nevojshëm. Një ditë në spa ose një mbrëmje e qetë mund të rifreskojë shpirtin tuaj. Financiarisht, analizoni buxhetin tuaj ndërsa lindin shpenzime të papritura. Deri në fund të javës, shfrytëzoni entuziazmin kolektiv nga miqt ose grupet për sukses të përbashkët, duke nxitur rritjen komunale. Virgjëresha. Këtë javë nxjerr në pah mbretësinë tuaj analitike, duke lejuar përqendrimin si në rritjen personale ashtu edhe në zhvillimin profesional. Ndërsa fillon 23 shkurti, Merkuri stimulon shkathësinë mendore, perfekte për planifikim të detajuar dhe zgjidhje problemesh. Përfitoni nga kjo duke u marrë me projekte komplekse ose duke u angazhuar në të menduarit strategjik. Deri në mesjavë, ndërsa hëna formon një kënd mbështetës për shenjën tuaj, njohuritë emocionale ofrojnë qartësi në marrëdhënie. Venusi hedh sharmin e saj mbi jetën tuaj dashurore, duke favorizuar ndërveprimet harmonike me të dashurit. Për beqarët, rrjedhëzimi mund të sjellë perspektiva interesante. Mundësitë profesionale mund të shfaqen në mënyrë të papritur, por sigurohuni që qasja juaj pragmatike të mbetet. Shmangni të zgjatjen pasi Marsi sugjeron të qëndroni të përqendruar në tokë për të menaxhuar stresin në mënyrë efektive. Çështjet financiare përfitojnë nga një rishikim i menduar mirë në udhëheqjen e Saturnit, planet afatgjata favorizohen. Ndërsa afrohet fundjava, jepni përparësi pushimit dhe rimbushjes së energjisë. Një aktivitet i qetë ose një dalje në natyrë mund të ofrojë relaksim shumë të nevojshëm, duke ndihmuar në riorganizimin e energjisë suaj për sfidat dhe mundësitë e ardhshme. Peshorja. Kjo javë përqendrohet rreth ekuilibrit dhe harmonisë, tema afër zemrës suaj. Me 23 shkurtin që sjell energji pozitive nga Venusi, ju frymëzoheni për të rritur bukurinë në mjedisin dhe marrëdhëniet tuaja. Kjo mund të manifestohet përmes përmirësimeve në shtëpi ose planifikimit të gjesteve romantike. Profesionalisht, ju inkurajoheni të mbështeteni në diplomaci pasi Mërkuri tregon sukses përmes negociatave dhe punës në grup. Deri në mesin e javës, pozicioni i favorshëm i hënës mbështet dëgjimin dhe kompromisin, duke ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve. Ndërsa Marsi energjizon ndjekjet shëndetësore, përfshirja e aktivitetit fizik rrit vitalitetin dhe produktivitetin tuaj. Romanca mund të intensifikohet me Venusin që nxit pasionin, komunikoni hapur për të forcuar lidhjet. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e investimeve, optimizmi i kujdesshëm çon në fitime të mundshme. Ndërsa afrohet fundjava, kaloni kohë në përpjekje artistike ose shoqërore, duke nxitur lidhjet dhe kreativitetin. Përzierja e energjive kozmike ju shtyn të ushqeni dhe rivendosni ekuilibrin brenda, duke mbështetur si sferat personale ashtu edhe ato profesionale përmes angazhimit të menduar mirë. Akrepi. Përgatituni për një javë introspektive, pasi lëvizjet planetare inkurajojnë vetreflektimin dhe transformimin. Duke filluar nga 23 shkurti, dielli në Peshë ju fton të zhyteni më thellë në ndërgjegjen tuaj, duke zbuluar dëshirat dhe motivimet e fshehura. Kjo mund të jetë një kohë e fuqishme për të mbajtur një ditar ose për terapi. Sa i përket karrierës, Marsi në një aspekt të favorshëm energjizon përfundimin e detyrave, megjithse qëndroni të kujdesshëm ndaj vendimeve impulsive. Në mesjavë, ndërsa Venusi ndikon në shtëpinë tuaj të marrëdhënieve, pasioni ndizet, bisedat kuptimplote mund të thellojnë lidhjet, ndërsa beqarët mund të gjejnë bukuri për të tërhequr interesa të reja. Financiarisht, fitimet e papritura janë të mundshme, fal natyrës ekspansive të Jupiterit. Shigjetari.
Kjo javë premton aventurë dhe rritje, me kozmosin që inkurajon zgjerimin në aspekte të ndryshme të jetës suaj. Nga 23 shkurti, planeti juaj sundues Jupiteri favorizon përvoja të reja, kapni mundësitë për udhëtime ose mësime që ju dalin përpara. Profesionalisht, ndikimi i Mërkurit sugjeron komunikim efektiv, paraqitja e ideve ose rrjedhëzimi mund të japë rezultate pozitive. Në frontin personal, marrëdhëniet përfitojnë nga entuziazmi i shtuar nën kujdesin e Venusit. Planifikoni aktivitete intime për të forcuar lidhjet ose për të zbuluar individ me të njëjtat mendje nëse jeni beqar. Mesjava, Marsi rrit motivimin dhe produktivitetin, perfekt për të ndjekur qëllime ambicioze. Megjithatë, jini të kujdesshëm, pasi mund të lindin tendenca impulsive, durimi siguron sukses afatgjallë. Financiarisht, merrni në konsiderat diversifikimin e investimeve për stabilitet. Drejt fundjavës, hëna nxit introspeksionin, merrni në konsiderat daljet krijuese për të eksploruar thellë mendimet dhe emocionet. Britsjapi. Kjo javë paraqet mundësi për rritje të strukturuar ndërsa planetet rreshtohen në mënyrë të favorshme. 23 shkurti ofron një shans për të rafinuar strategjitë tuaja të karrierës, me Merkurin që mpreh aftësitë tuaja analitike. Përdoreni këtë periudhë për të adresuar projektet e vonuara dhe për të komunikuar idetë tuaja në mënyrë efektive në mjediset profesionale. Ndërsa Venusi ndikon në sektoret financiar, merrni në konsiderat rikalibrimin e buxheteve ose investimeve. Planifikimi i kujdesshëm mund të sjellë kthime të konsiderueshme. Mesjava, marrëdhëniet tuaja fitojnë thellësi, me biseda kuptimplote që rrisin mirë kuptimin. Marsi injekton energji në rutinë, duke ftuar përmirësime në shëndet dhe mirëqenie. Merrni në konsiderat regjime të reja ushtrimesh për vitalitet. Beqarët mund të gjejnë veten të tërhequr magnetikisht nga individ intrigues, ndërsa Venusi amplifikon sharmin. Sidoqoftë, keni kujdes për dobësitë emocionale, pasi ndikimi i hënës mund të nxjisë vetanalizën. Deri në fundjavë, balanconi detyrimet personale me kujdesin për veten. Aktivitetet e kohës së lirë ose relaksimi rimbushin shpirtin tuaj. Kjo përzierje harmonike e ambicjes, depërtimit dhe dëmshurisë përgatit terrenin për përparim të qëndrueshëm, duke siguruar sukses të qëndrueshëm në shumë aspekte të jetës. Ujori. Këtë javë përqendrohet në inovacion dhe lidhje, ndërsa planetet favorizojnë përpjekjet bashkëpunuese dhe idetë e freskëta. Nga 23 shkurti, Mërkuri përshpejton ndjekjet tuaja intelektuale, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për seanca idesh ose aktivizëm social që përputhet me vlerat tuaja. Ndikimi i Venusit në sferën tuaj personale sugjeron pasurimin e marrëdhënieve, dialogët e hapur nxisin besimin dhe tërheqjen. Profesionalisht, hëna ofron perspektiva të reja në mesjavë, përshtatuni dhe lulëzoni duke përqafuar ndryshimet dhe duke zgjeruar rrjetet. Marsi ju shtyn drejt vendimeve të ndërgjegjshme për shëndetin. Merrni në konsiderat aktivitete që përputhen me mendjen tuaj aktive me vitalitetin fizik. Financiarisht, ruani maturinë, megjithse sipërmarrjet e vogla spekulative mund të jenë të dobishme në ndikimin e gjerë të Jupiterit. Fundjava, e udhëhequr nga energjitë introspektive, inkurajon rivlerësimin e aspiratave personale. Një përpjekje shpirtërore ose krijuese mund të rivendos ekuilibrin dhe vizionin. Ndërsa i integroni këto njohuri, parashikoni rritje personale që harmonizohet me interesat e komunitetit, duke krijuar një narrativ bindëse për udhëtimin tuaj përmes inovacionit bashkëpunues dhe lidhjeve të thella. Peshqit. Kozmosi nxjerr në pa ëndrat dhe aspiratat tuaja të brendshme këtë javë, me 23 shkurtin që sinjalizon një kohë vetanalize. Me diellin në shenjën tuaj, ndriçoni ambicjet e paralizuara dhe vendosni qëllime të reja. Venusi rrit karizmën tuaj, duke tërhequr energji ushqyese në marrëdhënie, qoftë duke thelluar lidhjet ekzistuese apo duke nxitur lidhje të reja. Profesionalisht, ndikimi i Mërkurit mbështet komunikimin strategjik, prandaj mbroni idetë tuaja me besim. Mesjava, aspektet harmonizuese të hënës ngjallin qartësi emocionale, duke ndihmuar në proceset e vendimmarrjes. Marsi inkurajon përballimin e detyrave me energji të re. Merrni në konsiderat të futeni në projekte krijuese që përputhen me objektivat tuaja shpirtërore. Financiarisht, qëndroni të vëmendshëm ndaj detajeve. Vlerësimi i kujdesshëm mund të shmangë sfidat e mundshme. Ndërsa afrohet fundjava, aktivitetet themelore si meditimi ose shëtitjet në natyrë nxisin relaksimin dhe paqen e brendshme. Shfrytëzoni këtë përzierje të fuqishme kozmike për të kanalizuar intuitën dhe kreativitetin, duke hedhur themelet për rritje dhe përmbushje transformuese, si personalisht ashtu edhe profesionalisht.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.